Sqarojmë edhe një herë për publikun, e di se disa herë bashkë kemi sqaruar këto, mbrojtja gjatë ditëve të pushimeve verore. Futja në ujë, pastaj dalja. Si duhet funksionoj mbrojtësi? E lyjm trupin në mëngjes, futemi në ujë dhe me njëherë duhet ta lyjm prapa, apo sa qëndron një faktor? Jo, ekzistojnë krema që janë rezistent ndaj ujit. Kështu që me qenë se rreziku më i madh është në ujë, do me thonë, atëherë duhet gjysmë ore para se të futesh në ujë, të lyhesh, edhe pastaj futesh në ujë. Që aja do të mbrojë edhe 1 orë gjysmë. Pastaj. Po persona që janë të ndishëm mund të futen me kapele, në plazhat jashtë në përbot, njerëz lahen edhe me kpisha të bardha të dukshme, besa që kanë edhe kapelen me veti, se janë persona që digjen lehtë. Prandaj ti digjesh lehtë, po mos se nuk ke nevojë të largohesh nga plazha, të mbrohesh. Domethënë ti përjeton gjitha të mira që t'i ofron pushimi, po jo t'ja lejosh djegjeve kur ki, domethënë rroba, ki kapela, ki krema. Kremën nëse rri në diell duhesh ta riaplikosh çdo 2 orë. Çdo 2 orë. Po, nëse don, ajo mund të mbrojë edhe 5 orë, po nuk të mbrojë nga dëmet e mëdha. Kështu që çdo 2 orë, po prap nëse është 50 mbrojtësi, prap i lejon 2% të rrezeve të depërtojnë në lëkurë, që mjafton për një nxirje të vogël. Ose ti mund të ekspozohesh në diell, edhe në prej orës 8 deri në 10 pa u mbrojt, nëse dielli nuk është shumë i fortë, po i mbron vetëm nishanet, që mjafton të marrësh vitaminë, ta prodhon lëkura, domethënë trupi vitaminën D, edhe të marrësh një ngjyrë.